Zonja dhe zotrinj, ju lutem mirëprisni kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Shumë të nderuar dhe dashur fermer dhe fermere, sepse nuk janë vetëm burra. Është vërtet me rëndësi që takohemi këtu sot në një moment kur sapo kemi nisur një mandat të ri, i cili për nga pesha e sfidave është mandati më i vështirë i qeverisjes së vendit, por fatmirësisht këtë peshë na kanë bërë më të lehtë shqiptarët, na keni bërë më të lehtë ju dhe të gjithë ata që si ju na kanë dhënë plot 83 mandate që të kryejmë me sukses negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe t'i vendosim vulën evropiane transformimit të nisur 3 mandate më parë. 3 mandate më parë, nga kur sot kemi trefishuar prodhimin e serave dhe si rezultat kemi faktikisht rritur ndjeshëm konkurrueshmërinë në një sipërfaqe serash që sot ka prekur 2200 hektarët. 3 mandate nga kur kemi arritur të rrisim në mënyrë të pamendueshme deri disa vite më parë prodhimin e perimeve që i është afruar 1500 milion tonëve. Tre mandate nga kur eksportet kanë vazhduar të rriten dhe të diversifikohen, duke kapur një vlerë që këtë vit, vetëm në nëntmujorin e parë, është më e lartë se sa e gjithë vlera e vitit shkuar, dhe duke u afruar të përmbushim gjysmë miliard euro eksporte. Por ajo që është akoma më rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur një eksport 7 import, dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport, 2 import, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti, dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Në ndërkohë, e tha dhe ministri, për sa i përket skemës direkte, të gjitha pagesat do të mbyllen brenda këtij viti 100%.
Këto janë vetëm disa nga plot të dhënat që mundësia në vëmendje për transformimin e bërë në këto vite, por çka na intereson sot është çka duhet bëjmë në vitet që kemi përpara, dhe kur them duhet ta bëjmë patjetër bashkarisht, sepse bujqësia më shumë se çdo sektor tjetër ka nevojë për këtë partneritet me qeverinë, ka nevojë për këtë partneritet me pushtetin vendor, për të arritur të përballë sfidat e veta, të cilat janë shumë komplekse dhe të cilat varen nga faktorë që nganjëherë janë jashtë mundësive të njeriut për të kontrolluar, siç janë faktorët klimaterik. Gjithsesi, ajo që ka më shumë rëndësi në bilancin e këtyre viteve dhe që vlen më shumë se çdo gjë tjetër për ta parë me optimizëm transformimin që duhet të thellojmë, është dia e fituar në të gjitha këto vite nga vetë ju. Dia e fituar në një sektor ku gjërat lëvizin me vështirësi, por lëvizin në mënyrë të vazhdueshme dhe ku në botën që jetojmë, teknologjia sjell oportunitete të paimagjinueshme deri dje. Dhe unë kam shumë besim që nëse dijen e përftuar për jush, së bashku me dijen e një vatre që do t'jetë gjithmonë më e rëndësishme vit pas viti për bujqësinë, për ekonominë, për zhvillimin e vendit tonë, që është Universiteti Bujqësor, do t'i bëjmë së bashku dhe do t'i vendosim në funksion të politikave tona, ne patjetër do të arrijmë që në 4 vitet që kemi përpara të bëjmë më shumë se sa në të gjitha vitet që kanë kaluar të mbledhura së bashku. Dhe duhet ta besojmë këtë gjë në radhë të parë. Ajo që unë dua të ndaj me ju me shumë krenari dhe kënaqësi është që Universiteti Bujqësor i Tiranës po bën një vetë transformim shembullor në funksion të rritjes së kapaciteteve të dijes për të gjithë spektrin e zhvillimit rural, në funksion të rritjes jo vetëm standardeve të mësimdhënies akademike, jo vetëm cilësisë programeve në ato universitet, por ajo që është shumë e rëndësishme për të gjithë ne së bashku është ajo që ka Universiteti Bujqësor i Tiranës mund dhe do të bëjë në funksion se cilit për jush. Dhe këtu nuk e kanë fjalën thjesht për trajnimet të cilat kanë filluar prej 3 vitesh dhe kanë dhënë një ndihmë për fermerët. Këtu nuk kanë fjalën thjesht për trajnimet që kanë filluar dhe japin një ndihmë për administratën e Ministrisë Bujqësisë. Këtu e kanë fjalën për një nivel të ri bashkëpunimesh në funksion të thithjes më të madhe dhe më domethënëse në çdo aspekt të paras që hidhet në bujqësi. Ne flasim për buxhetin. Buxheti është rritur, buxheti vazhdoi të rritet. Por buxheti është shumë pak në krahasim me sa shumë mundësi tjera ka për të rritur financimin për fermat tuaja, për të financuar projektet tuaja të zhvillimit të sipërmarrjes tuaj bujqësore, për të financuar kërkimin shkencor në sipërmarrjet tuaja dhe mos e nënvlerësoni këtë
fjalë, as mos e merrni si një fjalë të madhe që nuk ka lidhje me ju, por vlerësoheni si një mundësi të shtuar që na jep ky moment afrimi me Bashkimin Evropian, duke na hapur perspektiva që nuk i kemi pasur më parë në aspektin e financimit për të na bërë të aftë që të përballojmë atë që nesër do të jetë një konkurrencë shumë e vështirë në tregun e përbashkët evropian. Ne finalizojmë brenda këtij viti edhe bankën tonë të zhvillimit. Shqipëria do të ketë më në fund bankën e zhvillimit, e cila do të jetë edhe ajo një tjetër instrument për të mbështetur projektet e sipërmarrjes shqiptare, për të mbështetur edhe projektet tuaja. Në ndërkohë që po rivëm në lëvizje prap në favorin tuaj për të mbështetur projektet tuaja, për të mbështetur sipërmarrjet tuaja, edhe agrokreditin, që është një instrument, një institucion i varur nga Ministria e Financave. Por keni parasysh që linja e re e kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me fokus bujqësinë e Bankës së Shqipërisë, e cila shkon deri në 250 milion euro si fazë e parë dhe mund shkojë deri në 1 miliard euro, mund shkojë deri në 2 miliard euro nesër, është aty dhe pret ju. Por nga ana tjetër, e kam thënë në mënyrë të përsëritur dhe dua ta rinovizoj këtu. Pushteti vendor, bashkitë tona, duhet të ngrihen në lartësinë e kësaj sfide. Bashkitë tona duhet të ngrihen në lartësinë e nevojës suaj për partneritet, e nevojës suaj për financë, e nevojës suaj për mbështetje institucionale dhe për mbështetje me dije, e nevojës suaj për të mos qenë vetëm në këtë përpjekje dhe për ta hedhur çdo hap me një partner të sigurt. Dhe bashkitë e kanë mundësinë të bëhen partner i sigurt i fshatit, i fermës, i fermerëve dhe i bashkimeve të tyre. Nuk ka nevojë që juve të prisni të vi dikush për të ndërtuar një infrastrukturë grumbullimi, për të ndërtuar një infrastrukturë përpunimi, që patjetër do t'i shtonte vlerën asaj që ju prodhoni dhe mblidhni në fermë. Ju mund ta bëni këtë vetë. Ju mund ta bëni këtë duke u bashkuar me njëri tjetrin dhe duke u bashkuar me pushtetin vendor. Dhe i takon bashkisë të vi tek ju dhe t'ju ofroj këtë mbështetje. Dhe me shumë pak, dhe me ndihmën e drejt për drejt të universitetit, mund të ndërtohen projektet të cilat pastaj me mbështetjen e qeverisë mund të financohen. Dhe mund të financohen me kushte jashtëzakonisht të favorshme për ju. Këtu nuk bëhet fjalë për t'ju lëshuar në rrugën e bankave komerciale dhe për t'ju vënë përballë atyre vështirësive të tmerrshme për të marrë një kredi e një bankë komerciale që shikon bujqësinë si sektor me risk shumë të lartë.